Përshëndetje që të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog dhe sot është dita ime pushimit. Do thoni ju si është moti. Moti është mirë, nuk do ta ankohem sepse në mëngjes ishte pak qielli blu, tani është vrentur pak, po del dhe dielli. Okej, është kohë e vranët, po me diell, nëse mund ta them kështu 100%. Ju gocat që më ndiqni dhe në Instagram e dini çfarë fati kam unë me ditën time të pushimit, është gjithmonë ose shi, ose super vrentur, ose shumë ftohtë, ose shumë erë. Sot ka qenë okej. Tani do thoni ju, ke qenë gjithë në shtëpi, çfarë ke bërë? Kam bërë punët. Si që shikoni këtu kam ngritur karriket, kam akoma kovën sepse lava dhomën e gjumit. Denis më ka blerë salule, të lipan, se ishte te Lidli para ca ditësh. Dhe unë tani do ikit te Lidli. Pse? Sepse më kam mbaruar çdo detergjent i mundshëm. Kur them çdo detergjent i mundshëm i rrobave, më kam mbaruar. Nuk kam as për rroba me ngjyrë, as për të bardha, as për të zeza, as edhe një gjë, as aromatizues madje. Kështu që do marrim disa bidona edhe do t'ikim te Lidli bashk. Përpara se t'ikim te Lidli, duhet të uroj një Ramazan të mbar, të lehtë, të pranueshëm të gjithë agjëruesit që më ndjekin. Me atë rast sot do bëjmë iftarin bashk. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. Në shtëpi, në fakt mora taksi sepse gjeni pak, filloi shiu. Edhe unë kisha nder batanien jashtë, edhe nxorra dhe ca çarçaf që më dukën sikur nuk ishin tharë mirë, dhe tani janë lagur prap. Po shumë pak janë lagur, tani pushoi shiu, ka ndalë ca rrezë dielli, nuk po e marr vesh fare, po i lë dhe pak dhe më pas nuk do rrezikoj, do t'i marr dhe fus brenda se përndryshe do të shmendem. Tani çfarë mora në Lidl? Nuk është se janë shumë gjëra, po ato që mora po ja tregoj. Mora një refill, këtu ka shumë që rimbush shishen që ti ke marr, për shembull. Edhe ka marr një për rrobat e zeza, për rrobat të bardha dhe me ngjyrë, unë gjithsesi për të bardha përdor vetëm Arielin, po këtu ta përdor vetëm për rrobat me ngjyrë. Mora një Ajax për pllakat, kishte erën e mirë dhe më pëlqeu. Mora këtë aromatizuesin, Lenor kishte vetëm nga i bluja, thashta provoj një herë këtë se nuk i dihet. Atje më pëlqeu, tani do ta shoh se si do jetë bashkë me rrobat. Unë përdor dhe kokër, kështu që besoj bashkë do bëjnë një aromë të mirë. Këto ishin detergjentët, por sigurisht që mora dhe ushqime. Mora një kanaçe me mozzarella të vogla, sepse dua të bëj rukola dhe mua rukola më pëlqen shumë me mozzarella. Mora një kos, 2 buqeta me tulipan, sepse dua të bëj një buqet të bukur për Ela. Pomodorini, fileto pule, karota, kungull dhe buk. Të gjitha këto kushtuan diku tek 39 euro dhe bashkë me voucherin që kisha 1 euro e pak, shkuan 37 e pak cent. Tani do t'i sistemoj këto. Do vendos fasulet edhe të bëj dushin dhe të iki direkt atje sepse duhet të vi në shtëpi të paktën brenda orës 5 e pak. Ora është 4 tani që po flasim. Kështu që nisim edhe ikim. Bërë gati në kohë rekord, po gjeni pak, po bie shi i tmerrshëm. Por unë duhet të ikim. Tani, kam ardhur në shtëpi, e di, nuk ju mora me vete as për iftarin, po nga që erdha pak vonë, edhe, nuk e di, hënga shpejt e shpejt, tani po bëj gati lulet, dhe i kam lënë kështu, i preva, i pastrova, i hoqa nga ato, do t'i vendos një fjongo, edhe t'i tregoj se çfarë mora për gocin e vogël, për Gean, sepse emrin e ka Gea. Kam marr çrape, shikoni sa të bukura. Seriozisht, unë nuk kam fëmijë vet, po atje hutohesh, do të thënë hyn edhe nuk di çfarë të marrësh më përpara. I kam marr gushore, ishin 5 copë. Do t'i shikoni ngjyrat janë gjitha roz, okay? Normal, sepse është një gocë e bukur. Tjetër i kam marr badi. Tani badet janë të pamjaftueshme, kështu kam dëgjuar dhe kam marr 3. Unë i kam marr për 3 muajsh, sepse të gjithë thonë që bebet rriten shumë shpejt, kështu që thash më mirë po i marr për pak më vonë, edhe ti ket këto. Edhe i kam marr
Këtë tutat e bukura. Sa të bukura o zot. Ua, zemër. Da bëmi beb. Që sa të bukura. Sa cute. Këto i ka marrë. Qof pak po. Këto i ka marrë. Do t'i qojmë lulet. Një gjë që s'kemi marrë Denis është ëmbëlsirë. S'kemi marrë ëmbëlsirë. Po, okay, s'ka problem, lulet edhe këto. Kam vendosur te kjo çanta, që është poroz, me një mace, kështu. Tani do bëj gati këto lulet edhe i kintela. Kështu doli dhe buqeta me lulet. Sa bukur që ka dal! Hej, nga dita tjetër, tani është dark, ju mora vetëm pak për t'ju treguar që i kisha nisur ditën. Jam bërë gati sepse do dalim për dark me kolegët e punës. Edhe videon e bërjes gati e kam bërë për në TikTok, albana.shainas, që shkoni dhe më bëni follow atje. Ndërkohë që bashkë të t'ju marrë për dark. Hi to my vlog. Say hi to my vlog. Më bën që të qaj. Hello nga 2 ditë më pas. Tani, dje nuk ju mora dot nga që kam qenë gjithë në punë, 8 me 8 dhe nuk kisha kohë fare, normalisht do t'ju tregoj se si shesim produkte. Edhe te darka nuk është se ju kam folur shumë për arsyen lokal. 1, super full 2, shumë zhurmë 3, muzika nuk të qellit 4, kështu që nuk ja vlinte fare që unë të hapja kamerën dhe të flisja me juve, por që sot që unë jam pushim edhe kam kohë që t'ju marrë me vete, thash të tregoj arsyen se pse u bë kjo darka. Ju e dini që ne mundohemi gjithmonë me kolegët e punës të dalim për arsye të ndryshme, nëse dikush ka ditëlindjen apo festën e beqarisë apo gjëra të ndryshme, gjatë këtyre 2 viteve pak e keni parë. Dhe këtë herë arsyeja e kësaj darke isha unë. Siç mund ta keni kuptuar, të paktën ju që më ndiqni në Instagram e keni marrë vesh, në Instagramin tim albana.shainas, që unë do të largohem nga Malta, do të kthehem në Shqipëri për shkak të dyqanit që unë do hap, dyqanin me fustane nuserie, dhe kam të ndërheqen, kaq dita ime e fundit do të jetë me 15 mars, rrugëtimin e gjitha këtyre gjërave që do ndodhin me dyqanin, unë i kam bërë në një video tjetër komplet dedikuar me çdo gjë me detaje. Por për ndërheqjen nuk i kisha treguar akoma këtu, sepse ende nuk i kisha treguar që do largohesha nga Shqipëria. Edhe kështu, do me thënë, kjo darka ishte për mua, folëm shumë, mbajta një fjalim të vogël. Unë nuk jam, do me thënë, për të llafosur jam shumë mirë, besoj keni kuptuar që vetëm flas. Po, për të dhënë fjalime, nuk jam shumë e mirë, megjithatë edhe është një fjalim të vogël, atë e kam postuar, besoj në TikTokun tim, albana.shainas, sepse Angelika kishte xhiruar për TikTokun, nuk kishte 2 telefona që të xhironte dhe për TikTokun dhe për YouTubein. Edhe kështu do me thënë drejtën se di, se si m'duket, isha mësuar shumë, do me thënë unë nuk kam ndryshuar punë kur kam ardhur këtu, kam qëndruar po atje, shumicën prej tyre i kam gjetur aty, po kanë ardhur në të njëjtën kohë me mua edhe ishin vërtet shumë të afërt, ata të gjithë janë të mërzitur, unë jam e mërzitur, por jeta vazhdon, ndryshimet ndodhin, të gjithë jemi në gjitje sipër. Unë realisht me zi pres që të takoj sa herë që të vi këtu në Maltë, normalisht të takoj nëse ata do t'jenë këtu, por edhe nëse ata do duan të vinë në Shqipëri, kemi menduar që të organizojmë dhe një udhëtim dhe një gjë, kështu që do takojmë sërish sepse janë realisht njerëz shumë të mirë që jam kaq me fat që i kam njohur edhe i kam miq të mi. E kështu tani, sot është e diel, unë bëra një dush dhe bëra flokët me shark. Këtë herë i bëra me ato që i kreh dhe jo me ato që i bën me onde. Edhe me thënë drejtën më pëlqejnë. Thjesht shpresoj shumë që nga lagështira mos më fryen, sepse deri tani besoj që duken nice, duken shumë mirë.
Edhe sot do dal me Kiarën që unë bëja thonjë këtu në Maltë, që tani për shkak të muajit Ramazan nuk i kam bërë, por që do takohem me të, meqense do iki, do pim një kafe dhe do thoni ju do pish një kafe. Ai nuk jam me Ramazan, po jam me Ramazan, por jam në ditët e mia të pushimit. Kështu që thash fix momenti për të dalë me njerëzit, për të takuar këtu në Maltë për herë të fundit. Edhe në darkë do dalim me Anisën dhe Ergin, do ikim për bowling, do luajmë, kështu që duhet të qëndroni te kjo video sepse kemi shumë gjëra të bukura për të parë dhe për të bërë. Unë për të bërë dhe ju për të parë. E harova t'ju them që dje ishte 8 marsi edhe Denisi erdhi te puna me këtë buqetën me lule dhe puna çdo vit na sjellin nga një lule. 10 ka qenë një karafil i kuq, këtë herë është me këtë ngjyrat verdhë portokalli. Vitin e parë ka qenë me tulipan, edhe është detaj shumë i bukur, shumë gjest i lezetshëm. Edhe lulet nga Denisi. Me këtë rast i uroj të gjithë nënave, grave 8 marsin dhe uroj, shpresoj shumë që këtë vit dhe çdo vit në vazhdim ta duani më shumë veten, të mendoni më shumë për veten, të kujdeseni për veten, edhe të kërkoni të drejtat tuaja. Mos lejoni askënd t'ju shkeli me këmbë. Dola, po pres taksin. Një taksi më anulloi, nuk e kuptoj pse, e prita 4 minuta edhe i dha cancel. Por që po vjen ky tjetri, shpresoj të jetë ai atje, në mos gaboj, ai duhet jetë. Të iki sepse Kiara kishte arritur që pa një çerek, ndërkohë kishim lënë orën 5. Dhe kafen me Kiarën, me thënë drejtën ishte një 3 orë kafe, tamam allat shqiptarçe. Po më ka bërë një buqet me lule, unë jam bush me lule këto kohë. Më ka bërë një buqet me lule, por me qirinj, sepse Kiara bën këtu, edhe i bën shumë bukura, kështu që ju gosat që jeni në Maltë dhe doni të bëni dhurata, keni dhurata shumë cute, edhe kanë aromë shumë të mirë. Edhe ka bërë me inicialet e dyqanit, Charmi i bardh. Tani u takuva dhe me Denisin dhe po ikim për të takuar Ergin dhe Anisën, edhe do luajmë bowling, kështu që jam gati për fitore sot, se herën e fundit nuk fitova. Që sot do fitoj, sot do fitoj. Je gati të humbasësh Denis? Do fitosh prap? Jo. A jeni gati të humbasësh Ergis? Go Anisa, go, ose ti ose unë po fituam, jemi në rregull. Wow! Go, Kysi, go, nxirë jashta. Nxirë jashta, jashta. Isa ti me rrotërotin më marrë më të letin. Hajde Dena! Njerëz, jam shumë keq këtë herë, shumë keq. Duke qenë se nuk më pëlqej rezultati i lojës së parë, menduam që ta shtim edhe një lojë tjetër, kështu që tani jemi gati, se sa morëm dorën. Ergis, si ndihesh që dole fituesi kësaj loje? Njerëz, ky Ergisi fitoi m'duket. Jo m'duket, po fitoi. Denisi këtë herë në
në vend të tretë. Ndërsa unë shkova në vend të dytë të bloj, në vend të dytë. A të nisi ndjesh vendi para fundit? Po t'ja nisa si ndjesh që dole e fundit? Po t'i ergys që dole i pari? Unë do letra, nuk sha keq. Gjeni pak se çfarë do bëjmë. Do ikim te shtëpia dhe do lujmë letra sepse nuk e pranojmë dot faktin që humbëm dhe doli Jurgisi i pari. Kështu që do provojmë fatin e letrave tani. Unë fat letra. Mulan, qa unë, ose unë s'kam fare. Së dhe t'jallë. Nisëm. Njerëz, unë jam e destinuar që të dale dyta sot se nuk ka mundësi. Por të paktën te kjo lojë dikush doli i fundit. Se na vdishme atë. Fitova këtu. Çifti iku edhe ora ka vajtur 12 e natës, kështu që po mendoj ta mbyll këtu këtë vlog, duke ju falendëruar që më ndoqët dhe shihemi në videon e radhës.